Kuvendi i Shqipërisë ka dërguar një email deputetëve pak ditë më parë ku ka përfshirë edhe një listë me personalitetet e vendit që kanë lindur në muajin tetor dhe që duhen nderuar. Lista nis me Sulejman Delvinën dhe vijon me mbretin Zog, Dritor Agollin dhe Bashkim Finon. Por pjesë e listës është edhe ish diktatori Enver Hoxha, për cilin në përshkrimin e bërë nga Biblioteka e Kuvendit thuhet udhëheqësi i Partisë Komuniste dhe më pas i Partisë së Punës në Shqipëri. Udhëhoqi luftën dhe drejtoi shtetin shqiptar pas luftës. Pas çlirimit u zgjodh deputet në të gjitha legislaturat dhe antar i presidiumit Kuvendit Popullor, heroi i popullit, heroi punës socialiste. Përfshirja e emrit të ish diktatorit në listën e personaliteteve që duhen nderuar është denoncuar nga deputetët e opozitës Belin Kolliçi dhe Erald Kapri. Tendenca të tilla të manipulimit historisë tregojnë për një përpjekje djallëzore për të ringjallur mitet e historiografisë komuniste, ku kriminalët konsiderohen heronjtë popullit dhe mendësia totalitare helmon mendjet e të rinjve duke bërë regjimin monist jo vetëm të pranueshëm por edhe të dëshirueshëm, shkruan Kolliçi. Ndërsa deputeti i Partisë Mundësia Erald Kapri ka kërkuar Kuvendit ta tërheqë menjëherë këtë dokument. Si mundet që Kuvendi i Shqipërisë u kërkon deputetëve të respektojnë ish diktatorin, që është përgjegjës për mirat vrarë, burgosur, internuar, thuhet në emailin që deputeti i ka dërguar Kuvendit.